Okej, sot po du me fol për temën e kreativitetit. Shumë shpesh sigurt ju ka ra që njerëz që ka nevojë më kon kreativ, ose njerëz që ka nevojë me gjetë inspirim, ose me zgjidhni një problem, me gjetë një perspektivë tjetër, e përdorim frazën to think outside of the box, që i bjen faktikisht shqip që me menu jashtë akonizave. Po du me ju qas që sa i teme me një libër që e kom lexuar, ka emrin Untethered Soul, që i vjen shpirti i shlirë. Aja nis të e të regu mas parti për punën e qëti zonit që e kena në kry. Që këtë tipi që nën stop neve na fol, ose që këtë peshën nëse i themen, që kur s'nalet, 24/7, veç prodhon ideja, thanje, kujtime, laba, kur s'nalet. Shumicën e raste fol veç bullshit, fol budakina, që të në dyshime, adhe në pa pas nevoj, t'jep ideja që në kompletat, që të ndurra diçka, me mujtë është me shukat, se shumë atë është kjo. A e dhe të parameno që këtë zoni jëtë, mu kon njeri, ti shumë shpejt kështë ditë me thonë adhe në qëtë, ti nuk je mirë për mu, do është më distancu, ose vish më shalegojnë. Shumë shpesh kështë ditë me thonë më shalegojnë që ati njerit. Aja të regon që kur të mrim na, që zoni janë me pushu, na him, ose na faktikisht ta ben kem akses në gjithësi, na bëhem një me Zotin, na bëhem një me shpirtin ton, na bëhem një me universin. Që aty na e marim energjin për me kriju, që aty na e marim energjin për mu kon kreativ, që aty e gjejmë inspirimin, që aty gjejmë perspektiva tjera, që tëra me mujtë mu përballë me problemet tona. Kështu që njëna prej mënyra e më bo kreativ është me shku në qatë state, në qatë gjendje. Mënyra që shkon në qatë gjendje ka mënyra të ndryshme. Dikush shkon për shembull me meditim, dikush shkon të fal, të lidh me Zotin, dikush për shembull e bën ku shkon me nga, dikush shkon në gym, dikush të ndiku muzik, dikush të shkru. Ka mënyra të ndryshme, dikush të bo breathwork, do me thonë frimarje. Nuk ka lidhje që shkon që atje. Por shkoj që atje sa ma shpesh, se kur shkon që atje, që kjo zonë nuk ekziston, edhe ti e në gjendje që mu bashku me energjin kryuse, me universin, me Zotin, edhe mu bo kreativ për që aty. Kështu që, nëse kini nevoj mu bo kreativ, shkoni edhe shukateni që të zonin që e kini kry. Veçash! Edhe kur të ktheheni knetëna, keni më në kthy me një tjetër energji, keni më kthy tjetër njeri, keni më pa ndryshe qatë problemin, keni më konë shumë kreativ, ose keni më gjetë shumë alet inspirimin.